hamdët dhe falenderimet e tona, ashtu qysh dim ne dhe mbi atë që dim ne, i takojnë vetëm Zotit Dhul Gjelal. Sa është i vetmi që meriton falenderim, është i pari i pa fillim dhe është i fundit i pa mbarim. I madhi Zot Dhul Gjelal ty të qofsh mi fal, si kur në këtë moment gjumaje nga gjuhët e tona, zemrat e tona, veprimet e tona, je i falenderuar gjithherë, po me thekst veçant në këtë moment gjumaje, ku edhe me lajkët e tua janë krah për krah me neve të falenderojmë i madhi Zot që ke mbjell në zemrat e tona imanin e pastërt për ty, iman që jep shije jetës tonë, punës tonë, veprimtarisë tonë, dynjas tonë, e jemi të bindur i madhi Zot që do t'i japësh edhe ahiretin, xhennetit tonë që e synojmë. Përshëndetjet selamet qofshin për mësuesin e njerëzisë, për edukatorin e këtij nënqielli, për Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam. Të dashurit e me vëllezër dhe ju motra, jemi në gjuman e 16 me radh duke fol për familjen dhe rreth familjes, sepse i besojmë fuqishëm që nëse familjen e kemi në rregull, të gjitha porët e jetës tonë do të shkojmë përsëmbari dhe do t'i kemi në rregull. Nëse familjen e kemi të çrregulluar, çdo gjë që planifikojmë, që punojmë, që synojmë, do të jetë e çrregulluar dhe pa bereqet. Këtë institucion që prindërit e tanë na e rujtën me sakrificën më të madhe dhe na e dorëzuan neve gjeneratave të reja, dëshirojmë që edhe ma fuqishëm ta mbajmë dhe ma stabile t'u adërzojmë pasarzëve tanë. Kush bën për familje, kush jep kontribut në familje, Allahu e dën më së shumti dhe Allahu kur nuk ka me humb në asnjë pore të jetës, nuk ka me nxjerrë si dështak këtë djalë apo këtë vajzë. Jemi ardhur deri te tema që në familjet e tona duhet kultivojmë dy gjëra: dashuri dhe mëshirë. Në moment kur kanë filluar familjet e tona me mungu dashuria dhe mëshira, ka fillu plasaritja, ftohja, distancimi, ka fillu ngritja e zërit, ka fillu nervozizmi, kanë fillu inatët, kanë fillu ndarësit. Mirë po kur ta rikthejmë në familje tona dhe ta kultivojmë dashurin dhe mëshirën, besani fuqishëm se familjet e tona do të kthehen përsëmbari. Andaj, më lejani që disa fjalë të thukta t'i përmendmi lidhje me këtë temë. Familja është institucioni më i vjetër dhe më i rëndësishëm për njeriu. Familja nuk është vetëm një vend ku jetojmë në të, por është vendi ku formohen zemrat e tona, karakteri ynë dhe besimi ynë. Në Islam familja nuk shifët vetëm si një marrëdhënie sociale, por si një amanet dhe një rrugë drejt adhurimit të Allahut xhalla shanuhu e xhalla xhalaluhu. Thelbi që e mban këtë institucion të gjallë dhe të shëndetshëm është dashuria dhe mëshira. Këto dy vlera nuk janë luks emocional, por domosdoshmëri jetike e jetës tonë. Një familje që kultivon dashuri dhe mëshirë ndërton një jetë të lumtur në këtë botë dhe merr shpërblim gjigant madhështor për në botën e amshushme ahiret. Qetësia shpirtërore në familje nuk arrihet kurrë pa këto dy komponente, dashuri dhe mëshirë.
Pse na u ka larguan neve qetësia në familjet e tona? Nuk është duke na mungu asgjë, dashurit e mi. Çdo gjë e posedojmë. Kur ma me bollëk nuk kemi ekzistu ne, sidomos ne shqiptarët. Na ka dhënë Zoti që të gjitha. Po qetësinë, rahatin, lumturin, nuk jemi duke ndi në familjet e tona. Allahu Dhul Gjelale ka përshkru në Kur'anin famën dhe ka thonë: "Wa ja'ala bainakum mawadda wa rahma." Këto dy komponente, për me qenë ju të lumtur, të qetë në familje, dy komponente du të me pas: dashuri dhe mëshirë. Ky ajet nuk e përshkruan familjen si një kontratë të ftohtë, por si një lidhje të mbështetur në ndjenjat e pastërta që janë vetë nga Allahu Gjallëshanuhu e Gjallëgjalaluhu. Pse dashuria dhe mëshira janë domosdoshmëri për familjet e tona? I kam përzgjedh 6 pika që ju kisha luti shkruni dhe t'i mbani në mend dhe t'ua transmetoni edhe të tjerëve. E para, sepse ato janë burimi i qetësisë shpirtërore tonës. Njeriu nuk gjen preje vetëm në pasuri. Nuk gjen qetësi vetëm në pasuri. Sikur që njeriu nuk gjen preje dhe qetësi vetëm në suksese, por në një zemër që ndihet e dashuruar dhe e kuptuar brenda familjes. Ajo zemër e cila e gjen qetësinë, respektin në familje, qatë sa ka, ajo kënaqesh me ta. Ne shpesh në për bisedat e tona ditore thojmë: shkon me të njani që veç blet e bardha që nuk i ka. Gjitha, krejt nervoz bre. Si cili të këshyr me syni tjetrin. Po shkon të dikush që nuk e ka atë luks. O knaqësh, izën, o rrime dhe pak se o knaqëm qëto. Këto po ta largoj kanë stresin, mërzien, dhimbjen. Familjen, këtë luks që e kemi ne. Dhe këto suksese që i kemi ne. Gjëna është më na ikën duke mos i ndi. Gjëna është më na ikë duke mos i ndi. I ndim ato kur neve shfaqmi dashuri dhe respekt dhe mëshirë në familje tona. E dyta, sepse janë formë e ibadetit të përditshëm. Dashuria, mëshira janë ibadet, një fjale mirë, një buzëqeshje mirë, janë adhurim nëse bëhen për Zotit. Për Zotin, më i miri prej jush është ai që është mirë ndaj familjes së tij, ka thonë Muhammed Mustafaja. Buzëqeshja është sadaka. Sadaka është buzëqeshja. E treta, sepse ndërtojmë një ambient të shëndosh. Me dashuri dhe mëshirë, ndërtojmë një ambient të shëndosh. Fëmijët që rritën në një ambient dashurie dhe mëshire, i kanë këto 3 benefite. E para, kanë vetbesim të lartë. Keni pa ato familje që ka dashuri. Ata fëmijë rritën me vetbesim të lartë. Na ka mësu ky dini Zotit, o Zoti i madh. Nuk ka psikolog në rruzullin toksor që ta ka thonë apo ta thot para se me thonë goja Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, gjatë 7 zanijës mos me pas ngritje të zërit, aspekti verbal i neveritshëm, mos me ekzistu. Pse? Sepse ato reflektojnë të fryti. Allah, i sot thëmija, nervozum janë të linda. Nervozum janë të lind. Arsyeja, gjatë 7 zanis 101.000 probleme të lashe. Po të shaj sot, po të shaj nesër. Jam të priqit fëmijë, ty së të mbaj ma. Këtë problema, këtë të lashe do thët janë të dalen. Për këtë dashurit e me, na ka mësu këtë dini pastër, nëse dani mi rrit fëmit, me vetë besim të lartë, dashuri dhe mëshirë. E dyta, din të duan dhe të respektojnë tjetrin, nëse aty në atë familje zhvillohet dashuria dhe mëshira. E treta, janë më të qëndrueshëm emocionalisht. I kemi 2 kategori këtu në më të qëndrueshëm emocionalisht.
një pjesë nuk mujnë me mdal heq emocionin, heq mujnë me dal. Dë janë të ftëft akëll. Bon, let i des baba, nana, let prejet, let bon. Hajë që kur gjonë sash, kërësorja unë e mirë jam. Që ishë marë pa nana, o krybo, s'kam shka me bo. Ja, dhe kështu nuk banë. Zotin a ka mësu që duhet me pas dashuri dhe mshuri. Fëmive tanë duhet me mësu dhe mshurin dhe dashurin. E katërta dashurit e me, sepse forcojnë lidhjet në vështërsi. Dashuria nuk shfaqet vetëm në momente të mira, por sidomos kur familja përballet me sprova, aty duhet më shfaqen dashuria dhe mëshira. Mëshira bën që gabimet të falen. E pesta, sepse mbrojnë familjet nga shpërbërja. Dashuria dhe mëshira e bojnë familjen mos mu shpërbë. Shumë familje nuk prishen për munges të kushteve materiale, por për munges të ndjenjave. Kthehet fëmia në shtëpi, kur baba nuk e përqafon, kur nuk ngritet në kam, kur nuk e pyet për hallet e saj apo për hallet e tij, kur nuk janë dëgjën zërin, aja po ajo kanë nevojë me u shpreh me tyje. Unë jam burr. Ky tjetëri thot 100 punë unë i kom pas. Iku, hajtë se folmi në vikend folmi. Qysh bën vikend me fëmijën tanë me fola? Me fëmijën tanë vikend? Aja pasunia dhe aja dituria, po çka të kesh? Është barazi me zerë. Sepse kur mungon dashuria, ndodhen 3 gjëra. E para, shtohen konfliktet. Në qatë familje ku nuk ka dashuri, full konflikte janë. E dyta, rritet egoizmi. Tjetëri, njoni thot këtë e dua, i tjetëri a tjetërën, këti i ke dhonë ma shumë, mu ma pak. Egoizmi. E treta, humbët respekti. S'ka respekt ma as për të madhen, as për të voglin, as për grun, as për nanën, as për motrën, as për halën. Humbë thët respekti. E gjashta dhe e fundit, sepse janë reflektim i mëshirës sa Allahut, dashuria dhe mëshira. Ai që mëshiron familjen e tij është më afër mëshirës hyjnore. Ai që nuk mëshiron, ai nuk mëshirohet. Dashuria në familje nuk është vetëm ndjenjë spontane. Ajo është vendim, ajo është përkushtim dhe të njëjtën kohë ajo është sakrificë. Të dashurit e mi, një familje pa dashuri dhe mëshirë është si një trup pa shpirt. Si një trup pa shpirt, qështu është një familje që nuk ka dashuri dhe mëshirë. Mund të ekzistoj në formë, por nuk mundet me qëndru në thelb. Po, si familje, na e kemi të regjistru edhe në komunë, edhe në bashkësi, edhe ku dush. Ama në thelb, si familje, nuk mund të ekzistoj. Profeti nuk shpreh të dashuri vetëm me fjalë, por me veprime të përditshme. E keni vrejt kur të vinë datë lindjet. Thujmë, po, ashmër që kënjeri, e tjetë qëtë në Facebook, në Instagram, në TikTok, e ta shënë në restorantin më të mirë, e lullet më të mira, e darkat më të mira. La ilaha illallah. Nuk është be vesh një ditë dashuria, bre. Nuk është be me do lullet kauqok të dashuria, bre. Nuk është be me do lullet vyshku në dashuria, bre. Nuk është be vetëm kja, nonës, babët, dëmit. Lebre, sa i ke argju që e numre, se di janë është e të gatshme. O ti, merre bre atje ku je në shpijën tonë, në banes merre. Dishka pjo mirë në men, s'po mundet me yp left. Merre bre, që te me një restorant, me një dark, drejk, dikon, a i spedibe u që nuk po din pirunin e thikën e këta, kështu merre bre me një qendër trektare e vishe, e mathe mirë. Po është problem, ka njëherë që shtu do motra pja bin për atjetë, për këtu. Lekta se falë si kiti, mos ma qëtë aty, në Facebook se unë u tranova mas nonës e mas gruës. 365 dit ato meritojnë fjallë të ëmbla dhe veprime të mira, respekt dhe dashuri, jo vetëm një orë edhe mbaroj do thëtë gjithë shka. Muhamet Mustafaja
ndihmonte në punë të shtëpisë bashortën e vet. Muhamet Mustafaja nëse dikun ju ka shky rroba apo nallët apo kpucat që kanë pas, ai vet i marrë dhe i qepte. Ne shohmi burra sot, ju ka kput një pull. Ja. Derisa të vje gruaja. Për çta e ku marrë që feni? Për çta e ke marrë? Muhamet Mustafaja kur nuk ka ndodhur me hi Hazreti Fatimia në shtëpi, për vet, vajza vet, për vetë se ky u ngrit në këmbë, i ka bot 2 veprime. Veprimin e parë e ka puth në ballë dhe veprimin e dytë e ka hjek rrobën e vet, e ka shtru për me ul Hazreti Fatimia, vajza e vet. Ne sot ende dëgjojmë na i prishi mohabetin që hini. Jo, dashurit e mi, na i rregulloi mohabetin dhe i dha vlerë mexhlisit, prindi, bashortja, motra, vllau, ata cilët hynë edhe vinë atje. Dhe krejt në fund, Ibn Taymija njani nga dietarët thot, drejtësia sjell stabilitet, ndërsa mëshira sjell dashuri, dhe familja ka nevojë për të dyjat. Hasan el Basri thot, njeriu nuk tregohet i mirë në fe, derisa të jetë i mirë në familjen e tij. Qa më nervozojnë të fetarë. Që në fe, sot i madhë. Unë banë të lashe mu, për më sheni gjamije, për qeni gjamije, për bani këta. O, mirë ti me familjen tane, shko fali nanës tane, mas pari që nuk fol me ta, shko fali babës tanë, shko afrau me thmit e to, le ma beti mu mësëm kalëzë fej, se unë jam hoqë, unë e kam nevoj shumë më kallëzu, po unë e mas parit kallëzoj ata që thëtë Zoti. Njeriu nuk tregohet i mirë në fejen e vetë, për deri sa në familjen e ti nuk është mirë. Ka të mëre falësh ti nëse nuk fol me nonën me babën? Ka të mëre i them ti gojt nëse nuk fol me bashkëshortën me fëmijë? Ka të mëre kikët? Feja çka është? Feja është më ta mbush shtëpinë me dashuri dhe mëshirë dhe respekt. Shoqëria është duke vujt nga ata që dojnë me shit mend të tjerëve. Fije mendë për veti këta nuk kanë. Mos i kallëzoni kujna. Ibn Kajimi thot, shtëpia ndërtohet me dashuri, nëse ajo do psohet e mbon mëshira. Mustafa Mahmudi thot, dashuria për familje nuk është fjalë që thuhet, por sakrificë që jetohet për çdo ditë me të. Dhe krejt në fond, familja është vendi ku lind dashuria dhe mëshira. E që pastaj përhapet në shoqëri, nëse ato humbet kudo. Pse sot shoqëria nuk ka unifikim? S'ka unifikim familjar. Pse në shoqëri nuk ka respekt në familje? Pse në shoqëria nuk janë të dash njëri tjetrin? S'kan respekt, s'kan dashuri në familje. Për me na pas dhe më na pa dikush të unifikum, mas pari duhet na me u unifiku në familje tona. Allahu zbritë rahmet, mshirë dhe dashuri në familjet e tona. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina. Alhamdulillahi hamdan kamilina wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة يرحمك الله.